Gjithë ngjarja ka ndodhur përderisa i ndjeri Lika gjendej në ndërtesën e tij aty ku ka banuar, ishte në hyrje të banesës. Ajo është plagosur për vdekje, ndërkaq mbas të rrethonave nuk është identifikuar se si ka rrjedhë ngjarja, por megjithatë policët dhe policia dhe ekipet e rendit kanë dalë menjëherë në vendin e ngjarjes për të bërë ekzaminimin e gjithë hapësirës dhe për të nisur hetimet menjëherë, ndërkaq i ndjeri, i cili ishte rreshter në komunën e Kaçanikut, ai mbrëm pas plagëve të marra ka ndruar jetë shkurtimisht pas një periudhe të shkurtë, veç kur është bërë e ditur që ai është plagosur. Deri më tani nuk është bërë me dije se cilat janë rrethonat dhe shkaqet që e kanë përcjell këtë rast, pasi edhe vetë ngjarja ka ndodhur në orët e mbrëmjes, në orët e vona të mbrëmjes, dhe kësaj mbetet që sot gjatë ditës të marrim informata më të reja dhe më të sakta, pasi që hetime sigurisht se ka nisur menjëherë që nga mbrëm. Ndërkaq edhe nga policia, po edhe në informacionet jo zyrtare nuk është bërë e ditur se i ndjeri ka pasur probleme me dikë çka mund të shtyej edhe policinë, po edhe ndoshta familjarët të dyshojnë se i ndjeri kishte probleme dhe ato probleme kanë sjellur deri tek vdekja dhe plagosja e rreshterit Lika. Gonca, për momentin këto janë gjitha informacionet, se rasti është në fazën fillestare dhe sigurisht gjatë orëve të ditës, gjatë krejt kësaj dite, po sigurisht edhe deri në zbardhje, do ta përcjellim në tërësi këtë rast, pasi është shumë e rëndë që një person i cili normalisht që e ka synim dhe qëllim përveç profesionit, pra dhe sigurinë të tjerëve, pikërisht të cenohet nga dikush tjetër që ende për motive të paqarta sigurisht. Dhe diçka tjetër që vlen të potencohet është që njëkohësisht rreshteri i policisë së Kosovës Muhamet Lika, i cili u vra mbrëm, ishte po ashtu edhe pjesëtar i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, dhe siç e ceki çliresa, ende nuk dihen arsyet e kësaj vrasje, aq sa ka raportuar policia. Thuhet se është qelluar disa herë me armë zjarri, në vendin e ngjarjes ka dalë menjëherë dhe mjekët e Kaçanikut kanë transportuar direkt në Kaçanik, në qendrën emergjente të Kaçanikut, mirë po nuk ka arritur fatkeqësisht të mbijetoj plagëve. Nuk ka asnjë të arrestuar deri në këtë moment, pra dhe nuk dihen ende shkaqet, por sigurisht që do të kuptojmë gjatë ditës, ashtu siç e ceki dhe kolegja jonë Çliresa. Çliresa, faleminderit shumë për gjitha këto informacione. Faleminderit edhe juve, Gonxhe, dhe do t'ju mbajmë të informuar sigurisht me gjitha ndryshimet dhe informacionet më të reja rreth këtij rasti. Faleminderit shumë.